Çdo ditë që hap syt është një dhuratë, është një ftesë për të filluar nga e para. Pa ndëshkim, pa turp, pa barë. Nuk ka rëndësi çfarë nuk funksionoi dje, çfarë nuk the dot, apo çfarë nuk mundet të bëje. Sot është një faqe bosh dhe ti je autori. Mos e merr këtë ditë si të zakonshme, sepse shumë do të donin një tjetër mundësi, një tjetër mëngjes, një tjetër shans për të ndryshuar. Edhe nëse nuk ndihesh gati, ec ngadalë. Edhe një hap i vogël është një fillim. Ki besim te vetja, ki durim me veten. Ti nuk je vonë, ti nuk je mbrapa, ti je saktësisht aty ku duhet të jesh, për të nisur nga e para. Sot, zgjedh të besosh që çdo fillim i ri është një mundësi e re dhe kjo ditë është për ty.